Bez Kalaku, një nga figurat më të dashura dhe më të njohura të ekranit shqiptar, është shfaqur së fundmi në një gjendje të rënduar emocionale, duke prekur zemrat e mira ndjekësve të tij. Nëpërmjet një postimi të ndjerë në rrjetet sociale, aktori dhe këngëtari i njohur ka ndarë me publikun një ngjarje tepër të dhimbshme për të, ndarjen nga jeta të qenit të tij të dashur, me të cilin kishte kaluar më shumë se 10 vite të jetës së tij. Sipas vetë rrëfimit të Kallakut, qeni i tij nuk ishte thjesht një kafshë shtëpiake, por një mik i ngushtë, një shoqërues i përhershëm që kishte qenë pranë tij në çdo etapë të rëndësishme të jetës. Ai kujton me mallë emocion momentet e fëmijërisë, kohët e vështira dhe gëzimet që i ka ndarë me të, duke cilësuar atë si një pjesë të pandarë të familjes. Humbja e këtij miku të veçantë, siç e quan ai, e ka goditur thellë emocionalisht dhe e ka çuar drejt një faze reflektimi dhe trishtimi të thellë. Në postimin e tij prekës, Besi flet edhe për rëndësinë që kafshët kanë në jetën e njerëzve. Ai thekson se shpeshherë ato na japin më shumë dashuri, besnikëri dhe mirësi se sa shumë njerëz. Me një ton të qetë dhe të ndjerë, ai bën thirrje për më shumë dashuri dhe kujdes ndaj kafshëve, të cilat nuk janë vetëm pjesë e shtëpisë, por shpesh bëhen mbështetje emocionale dhe pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme. Kjo ngjarje ka shkaktuar shumë reagjime në rrjetet sociale, ku ndjekësit e tij kanë shprehur ngushëllime dhe mbështetje të madhe për dhimbjen që ai po përjeton. Shumë prej tyre janë identifikuar me ndjesit e aktorit, duke treguar se sa e rëndësishme është lidhja që krijojmë me kafshët dhe sa e dhimbshme është humbja e tyre. Kjo dëshmon edhe një herë se figura publike si Bez Kallaku ndikojnë jo vetëm nëpërmjet artit dhe humorit, por edhe duke ndarë momente personale që prekin të gjithëve zemrën. Në përfundim, përjetimi i Bez Kallakut tregon se depresioni dhe dhimbja emocionale janë pjesë e natyrshme e jetës njerëzore, pavarësisht famës apo suksesit. Ai na kujton se kujdesi ndaj ndjenjave tona, lidhjet e sinqerta me kafshët dhe dashuria që ndajmë janë thelbësore për mirëqenien tonë shpirtërore. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.